Përshëndetje të mirë të mi, kudo që jeni, ju uroj në Tarua një mbrëmje të bukur ose një ditë të bukur kudo që jeni dhe kurdo që ta dëgjoni këtë video. Ju falenderoj shumë në Tarua për çdo koment apo për çdo mesazh që ju dërgoni në privat. Ju falenderoj shumë për fjalët e ngrohta që më tregoni. Pse nuk ju dal në live, sepse jam më i qetë kështu në këtë mënyrë që u lexoj këto letrat, jap energjinë këtu edhe vazhdoj të jem dhe unë në rutinën time të përditshme apo të mbrëmjes time. Më vjen shumë keq dhe më mungojnë live-et me ju, sinqerisht më mungojnë shumë, por nuk dua më të lexoj ca komente që nuk janë të përshtatshme për live-in tim dhe për të gjithë ju. Në moment që ne bëjmë një live, duhet të komunikojmë së bashku të gjithë si një familje, të tregojmë problemet tona dhe të vazhdojmë me energji tona aty, t'ja tregojmë njëri tjetrit, të shprehemi me njëri tjetrin, gjë që ne shqiptarët nuk bëjmë kurrë. Dhe kjo është ajo që më vret më shumë, dhe nga kjo kam filluar të mendoj që është më mirë të vazhdoj letrat dhe t'u lexoj në këtë lloj mënyre siç po ua bëj tani. Këtu do shikojmë si do na vinë ditët deri në fund, jemi në datën 15 dhe do shikojmë si do na vinë këto ditë në vazhdim, por dhe pse jo dhe në gjërat që ne kemi probleme ose gjërat që kemi në mendjen tonë në lidhje me dashurinë, me punën, me lekun. Unë po e them dhe Ester them, bëni kujdes, sepse këto kohë do dëgjojmë shumë gjëra të forta, do dëgjojmë tërmete në rrjetet sociale, do dëgjojmë në rrjetet sociale që gjërat po ndodhin me një shpejtësi maramëndse dhe ne nuk po kuptojmë gjë se nga vjen gjithë kjo gjë, por është e gjitha energjia që ne kemi menduar dhe kemi mbledhur në kohë. Çdo gjë që ti e mendon, ajo të vjen. Nëse ti mendon që personi nuk rikthehet, nuk ka për të rikthyer. Nëse ti thua këtë punë nuk e marr, s'ke për ta marr. Sado që të përpiqesh, nuk e për ta marr. Gjithsesi unë këtu shikoj, kam hedhur 5 letra, kemi 5 nga çdo letër kemi, nga çdo pako kemi 5 letra, kemi tarotin në fillim, kemi energjinë, kemi dhe pyetje përgjigje, që ne do shohim se çfarë energjish kemi, ose kemi letrat e Valentinit më saktë. Okay? Unë pak a shumë i kam parë shumë pak, se bini në tavolinë dhe unë i vendosja me njëherë aty. Dhe pa humbur kohë, po fillojmë duke bërë parashikimin. Parashikimi është i përgjithshëm. Ju falenderoj ju që keni bërë subscribe dhe ju që më bëni komente në për rrjetet sociale. Çfarë do lloj komenti? Prapë unë ju falenderoj sepse dhe komenti negativ dhe komenti pozitiv për mua është prapë pozitiv, sepse ti je duke më dhënë energji mua në atë moment, e mirë apo e keqe qoftë ajo energji. Nëse unë ditë mbroj energjinë time, dita komandoj atë që ti shpreh apo atë që ti mendon për mua. Gjithsesi do të thoshe që dëgjim të këndshëm, parashikimi është i përgjithshëm, vlem për të 12 shenjat, mos më thoni më, Nataro është për këtë shenjë apo për atë shenjë, vlem për të 12 shenjat. Je ti ajo që duhet ta lidhësh parashikimin me problemin që mund të kesh apo me situatën në të cilën je. Vazhdojmë me parashikimin. Okej. Vazhdojmë me parashikimin, letra e parë është Asi kupës. Asi kupës më tregon që ti këtë moment je pak e tërhequr nga epshi, nga gjërat në lidhje me partnerin që mund të kesh apo me atë person që mund të jesh. Shikoj që disa persona do njohin një person, se kur është ai person dashuri e parë, është një emocion i ri, por disa nga ju kanë një mall për një person të së shkuarës, domethënë që ai person mund të jetë edhe demi, okay, por mund të jetë dhe shenjat e tjera, por si letër është Asi kupës. Tu shikojmë që disa nga ju duhet të bëjnë kujdes, sepse do t'ju kapë pasioni deri në fund të muajit dhe jeni duke bërë disa fillime të reja në lidhje me dashurinë, është fillim emocionues do të thosha. Disa nga ju kanë përvoja dhe mundësi të reja në ditët në vazhdim, shikoj që duhet të ndalosh së luftuari me veten tënde dhe të kesh ato ndjenjat e tua dhe të mos ndikohesh nga frika, sepse gjithmonë je një person që ndikohesh nga frika. Sado që ti ke përvojë apo mundësi të re për gjëra të reja në jetën tënde, unë duhet të them vetëm një gjë, që nëse ti e do këtë fillimin e ri emocionues, ta hapësh zemrën ndaj atij personi dhe ndaj pasionit në të cilën ti ke, aty ke për të marrë një hap në jetën tënde, por është hap besimi.
Me asin e kupës, shikoj që ti aktualisht ke dëshirë të bësh një fillim të ri në dashuri, është një ndjenjë e fortë, është një ndjenjë eksitimi, do të thosha, dhe ju kërkoj ndjes për të fjalë, por që ty të përkujtojnë ose je duke përkujtuar me mendjen tënde me atë person, sepse është diçka duke u rritur, shikoni, është diçka duke u rritur. Lumi që ti mund të kesh, sepse është as i kupës, lumi që ti mund të kesh të sikur të prek butësisht në trupin tënd, por ti je drejt gjërave që keni parasysh ato kur ikën lumi dhe ka ato grëçkat ose ato guvat e vogla, ti nuk është se ikën drejt, ti gjithmonë kapesh në për guvat edhe ri aty sikur je i lodhur, ri aty sikur je sikur do të dëgjosh diçka ose do të përgjosh diçka ose ke parasysh, por për mua duhet të vësh zemrën tënde, sepse tani është ajo që zemra jote duhet lidhet me zemrën e X personi që ti ke në jetën tënde. Shikoj që kjo letër më tregon një marrëdhënie romantike në ditët e vazhdim, por ti duhet ta lejosh veten tënde të tërhiqet nga ai mashkull apo nga ajo femër. As i kupës më tregon që her pas here keni bllokime. Her pas here keni sepse shikoj që kërkon të lejosh disa gjëra, por nuk je i tërhequr 100% nga kjo gjë. Ke frikë nga zhgënjimi, ke frikë nga lëndimi, ke frikë nga lidhje që ke pasur dhe nuk ka ecur ashtu siç duhet, dhe me këtë lidhje që mund të kesh nuk do që të zhgënjesh më, ose në lidhjet që mund të kesh në këto ditë të njohjet e reja. Gjithmonë lidhet me ishin, sepse kjo letër më tregon që ti je gjithmonë duke menduar për ishin. Mund të jetë kushdo ai person, okay? Çdo energji mund të jetë, por ti duhet të bësh një fillim të ri, një hap të ri për veten tënde. Disa nga ju me asin e kupës kanë nevojë për të hedhur poshtë gjithë peshën që kanë, gjithë barierat që kanë, dhe të bëjnë këtë fillim të ri. Lejoje veten tënde të dashuroj, të ndërtoj atë që ka nevojë. Kërkon një marrëdhënie të fillojë dhe një marrëdhënie të jetë pavarësisht se kjo marrëdhënie do jetë në ndikimin e frikës, do jetë në ndikimin e personave të tjerë që nuk të japin atë interesim që ti kërkon, por me këtë letër do të thosha që ec përpara, përcaktoj vetes tënde ato që ti do dhe mos mendo se është diçka e gabuar. Çdo gjë është e drejtë, të gjithë kemi të drejtë të jetojmë për dashurinë dhe të gjithë kemi të drejtë ta jetojmë me dashurinë. Kemi një letër të bukur dhe kjo letër na tregon që është një zonjë, është nënta e monedhës, është një zonjë shumë e bukur, kërkon të transformojë disa gjëra në jetën e saj. Kjo zonjë më tregon që është një femë, po tregojni këto kohë, tregojni shumë bujare, shumë besimtare, ke vetmohuar veten tënde për shumë persona të tjerë, por të shtapur disave nga ju është hapur syri i tretë, shikoni syrin e tretë. Shikoj që duhet të marrësh një vendim që ka të lidhet me pasurinë tënde, me anën materiale. Shikoj që ti je duke u mbështetur fort në gjërat e tua dhe ke nevojë për të bërë diçka të ndryshe. Disa nga ju, nuk e di kush, ka menduar që të bëjmë bamirësi. Nëse ti zonja apo zotëri ke menduar të falësh diçka, bëje dhe mos e mendo kaq shumë, sepse shumë poeziat këto mendime do të jap diçka të japësh diçka që i nevojitet atij personi, që ka nevojë ai person. Disa njerëz të kanë paragjykuar dhe këta persona që ty të kanë paragjykuar, sepse shikojmë që ti nuk i ke qef shumë njerëzit që të flasin, por paragjykimet tani je mësuar me këta persona, me këto paragjykimet e tyre. Shërimi duhet të fillojë nga aty zemra ime dhe pastaj të kalojë tek të tjerët, dhe mendimet duhet të fillojnë nga aty për të kalojnë te të tjerët. E di që ke gjëra të vjetra në dollapin tënd, janë disa skelete, disa gjëra që nuk të vlen më. Duhet të fillosh bamirësinë nga vetja jote, ti bësh diçka vetes tënde që të kënaqë, mund të blesh diçka apo por disa nga ju më tregon që keni diçka në lidhje me shëndetin. Bëni kujdes, të paktën deri në dhjetor në lidhje me shëndetin. Pse po e them këtë gjë? Sepse disa nga ju nuk i kushtojnë vëmendje aq shumë shëndetit dhe këtu më tregon që me këtë letër duhet të kesh kujdes dhe të kalosh çdo pengesë në lidhje me
shëndetin tënd. Ta kalosh sepse je fort, je njeri që duron, je edhe mësur, por duhet të transformosh veten tënde sepse je një flutur e vërtet. Me këtë letër shikoj që nënta e monedhës më tregon ti këtë moment je plot iluzione, plot bujari në veten tënde, siç e thash pak më lart, dhe këtë kohë, për shembull, deri në dhjetor deri në dhjetor do mendosh më shumë për anën materiale, sepse vërtet në letrën e parë menduam për dashurinë, për një njohje të re, ose me personin që ne mund të kemi aktualisht në jetën tonë, apo në mendjen tonë, apo në shpirtin tonë, sepse ne kemi nevojë për atë njeri, por me këtë letër shikoj që deri në dhjetor të paktën shumica nga ju do mendojnë për anën materiale, sepse atë dashurojnë më shumë, atë dëshirojnë më shumë. Dhe shikoj që disa nga ju kanë një dëshirë shumë të madhe, në vend të asaj që kërkon, duhet të zgjedhësh atë që ty shpirti ta kërkon, ose më saktë shërbej vetes tënde për qëllime që kanë një lartësi, kanë një kjo letër duhet të zgjedhësh me këtë letër. Duhet t'i jepni dhe të mbështesni njerëzit që kanë nevojë këto ditët apo muajt në vazhdim. Ti je aktualisht shumë i fortë si person, por në lidhje me bamirësinë duhet të jesh sakt që vërtet ai person ka nevojë për këtë bamirësi që ti ta bësh. Sepse ti je shumë njeri i mirë dhe shumë persona kanë përfituar nga bamirësia shpirtërore tënde. Je një person që ndihmon të tjerët pa asnjë lloj sakrifice. Thjesht ti sakrifikon veten tënde, sepse kjo gjë ty të frymëzon, të jep energji, të jep fuqi, kur i thon llafit. Disa persona duhet të shikojnë të vërtetën, është një shprehje vjetër të thosha që do t'ua them këshillë më saktë. Pavarësisht se u mungojnë këshillat, sepse ma tha një person sot në privat, o Natana, na mungojnë këshillat e tua. Italia ti ma tha e di vetë ti. Bamirësia, zemrat e mia, fillon nga shtëpia juaj. Megjithatë, kaq shumë njerëz janë të gatshëm të japin familjeve të varfra ose të huaja. Çdo njeri ka një nivel kujdesi që ti duhet kujdeni, nëse që të marrësh një familje për shembull mbi veten tënde, duhet të tregosh vëmendje, duhet të tregosh kujdes, dhe bamirësia fillon nga shtëpia jote në fillim, nga motra, nga vllai, nga nana, nga babai. Ne nuk ndihmojmë njerëzit tanë e jo më të ndihmojnë botën. Pse? Sepse ne nuk jemi më ata persona që kemi qenë dikur. Por mbani mend se 9 kupat janë 9 monedat, më falni, janë një kujdes shumë i madh për veten tuaj, një kujdes që duhet ta trajtosh veten tënde në të njëjtën me të njëjtën monedhë, me të njëjtën fuqi, me të njëjtën thëmsuri, me të njëjtën konsiderat, dhe t'u japësh të tjerëve atë që ty të e ke të tepërt. Nëse ti ke 9 monedha dhe në 9 monedha 8 të hyjnë në punë, një nuk të hyjnë në punë sot për sot. Merr dhe këtë një monedhë ndaje në 2, jepe në 2 persona. Pse? Sepse ata 2 persona do t'japin ty më shumë urim për një shëndet, për një pasuri, për një familje, sepse jeni persona që ndihmoni të tjerët. Një person në familjen tuaj do ketë nevojë, pse po e them kaq ndryshe sot këtë letër, është një person që ndihet i smur, është një person që mund ta keni në fisin tuaj, në sojin tuaj, në familjen tuaj, dhe ai, sepse 9 e monedhës, këtë më tregon që ai ka nevojë për lek. Prandaj vjen kjo energji kaq e fortë, sepse ai kërkon të shërohet, dhe ne kemi mundësinë sa do pak ta ndihmojmë atë person. Dhe kjo më tregon që ti nga ana fizike duhet jesh i fortë që të përballosh gjërat që të vinë në vazhdim. Shikoj që nga ana tjetër ju duhet të jeni të sjellshëm me veten tuaj, të t'i bëni qefin vetes tuaj, sepse ti ke punuar për një kohë të gjatë, por nuk është se i ke bërë vetes tënde një dhuratë. Dhe duhet ja bësh këtë dhuratë. Okej, duhet ja bësh këtë dhuratë. Ti duhet t'i dhurosh vetes tënde gjëra të reja.
Me 4-ën e monedhës, kishim 9-ën, tani erdhëm te 4-a. 4 e monedhës më tregon që duhet të përkushtohesh më shumë në familjen tënde, në veten tënde, të kesh një stabilitet. Disa nga ju janë në progres dhe kërkojnë të kenë një qëndrueshmëri në marrëdhëniet e tyre, në familjen e tyre, në anën materiale, kërkojnë me këmbgulje që të kenë atë çka kanë kërkuar, por kanë harruar të jetojnë për veten e tyre. Tani, për disa ju që keni vrapuar në punë, do përparosh me një hap jo aq të shpejt, me një hap të ngadalshëm, pavarësisht se frika dhe dyshimi ndonjëherë do të detyrojnë të ngadalësosh hapat e tu, por ke një vrull që nuk ka për të të lëkundur nga ajo që ke. Okej? 4 monedhat të shfaqen në këtë lexim për një rezultat të lumtur që është nga ana shpirtërore. Shikoj që do të shërbej shumë kjo gjë, pavarësisht se ti këtë moment po mban mend gjërat që ke kaluar në të shkuarën tënde. Çelësi vetes tënde është të vendosësh një tullë mbi tjetrën, dhe të bësh atë kalanën tënde, atë shtëpinë tënde, ashtu siç ti mendon. Por nëse ti mendon të heqësh dorë nga gjithë kjo peshë që ke ndërtuar, nga gjithë kjo peshë që ke ndërtuar, do të thotë që ti je duke u përballur me vështirësi të mëdha. Por këto vështirësi që janë sepse ti ke frikën e zhgënjimit dhe zhgënjimi të bën këtë që të ndihesh kështu sot. Por dyshimet nuk kanë vend më në jetën tënde, sepse çdo gjë që ti po bën po ngadalson, dhe kur po ngadalson diçka ecën më mirë, ecën më e sigurt. Do marrësh një vendim në një moment që të parë që të mendosh për të ardhmen tënde, por nuk e di kush nga ju do festoj këto kohët e fundit dhe shikoj që keni arritur atë që keni kërkuar. Disa nga ju kanë për të rimbushur dhe për të vazhduar për të ecur përpara me përkushtim ndaj vetes së tyre, sepse vetja tuaj ka nevojë për një shpërblim që është një shpërblim shumë pozitiv. Është shumë afër. Deri në fund të muajit besoj se do keni një shpërblim shumë të bukur dhe do merrni atë çelësin që ju ka munguar gjithmonë. Është një çelës që po ta kthesh kokën mbrapa e ke aty, por ti nuk e shikon këtë çelës sepse gjithmonë e ke pasur vëmendjen tek të tjerët. Dhe do të thosha që lodhja apo monotonia, se si them dot disa fjalë, shpesh nxisin dëshirën për të mos lejuar ti të ecësh përpara. Por s'duhet ta lejosh këtë gjë, duhet i vësh një blok vetes tënde dhe ta kalosh këtë pengesë që ti ke për momentin, sepse pavarësisht se me 4 kupat këtu është një çështje që prek shtëpinë, është një çështje që prek pasurinë, vatrën, çështje që ndikojnë në punën tënde, në karrierën tënde, në lidhje me gjykimet e tua. Mos u nxito, mos merr vendime të nxituara, sepse hija që ti ke përpara vetes tënde me 4 monedhat të lajmëron, po të paralajmëron. Mos e përqafo besimin dhe gjërat që ke përpara, mos e përqafo kaq fort. Pse? Sepse vërtet është një ngjyrë e gjelbërt që ky zotëria ka veshur në trupin e tij, por do të thosha që është e vendosur ose e detyruar në një farë mënyrë të largohet. Pse? Sepse në këtë rrethan ata nuk janë të tuat, pavarësisht se kjo zonja këtu na tregon dhe kroni, na tregon fuqinë tuaj të femrës, është një fuqi e fortë, por herë bëhet kjo këtu, e shikon, kjo femra e fortë, kjo femra e lirë, që ka arritur qëllimet e veta, një femër që kupton çdo gjë që kërkon në natyrën e saj të vërtetë. Por nga ana tjetër, shikoj që i ke frikë dhe hëna e plotë që ishte, deri në hënën e re që do vej, ti duhet të gjesh fuqinë, duhet të gjesh potencialin për të arritur përsëri atje ku ke qenë. Me sa shikoj këtu, kjo letër më na tregon që ke një potencial të pashfrytëzuar, ose keni parasysh kur është një tokë e pashkelur dhe ti këtë moment duhet të kesh një të ardhme pjellore në atë tokë dhe të ngresh produktet e tua për të pasur një shtet apo diçka të re. Imagjinoni një shtet pa fëmijë.
Sa gjuna më vjen, sinqerisht. Në këtë letër më tregojnë që ju duhet të keni një të ardhme pjellore dhe mos e mendoni kur veten që nuk do arrini të keni familjen tuaj apo fëmijët tuaj. Shumica nga ju mendojnë sikur nuk do arri unë ta kem këtë gjë, sepse arrita në këtë moshë që janë, ose këta persona meshkujt ose femrat janë të tërë materialiste, apo janë të tërë të ashpër, apo janë që u përgjigjen vetëm nevojave të tyre. Por duhet të reflektosh, të vlerësosh moshën tënde dhe të gjesh një person që është i moshës tënde, okay? Ti je një grua shumë krenare, një grua e pjekur, mund të jesh mbi 40 vjet, sepse ndonjëherë këto femra tregojnë që jeni një plakje, ose një grua që mund të jesh shumë herë më e pjekur nga ç'ke menduar ndonjëherë, por nevoja për riprodhim të bën të përgjesh përgjegjëse në jetën tënde. Kjo letër na tregon që diçka po afrohet në jetën tënde dhe me sa shikoj ke për të arritur shumë gjëra në jetë, janë ciklet e jetës, do të thosha, dhe shpeshherë duhet të ndihmosh shoqërinë apo veten tënde sepse je e apasionuar pas evolimit dhe jetës tënde të qetë. Disa nga ju kërkojnë një jetë paqësore, kërkoni një jetë të brenda shoqërisë tuaj që t'u japin pak atë energjinë pozitive dhe shikoj që me hënën e re që kemi në gafore kemi për të arritur shumë gjëra të reja. Ti në atë moment do të bosh më saktë njerëzit negativ, do të bosh njerëzit që s'kanë nevojë për të qenë në jetën tënde, do afrohesh më shumë me nënën tënde, me nënën, me maman tuaj do afroheni më shumë. Aty do jetë dëshira më e fortë, më e zjarrt, duke përqafuar në gjoksin e nënës tënde dhe duke u adoptuar përsëri si ai fëmia i vogël. Okay, duke u adoptuar përsëri, më falni, si ai fëmia i vogël. Shikoj që je një fëmijë brenda në shpirtin tënd, një fëmijë që kërkon lumturi, kërkon pak atë dëshirën për të besuar që edhe un kam një njeri ku të mbështes kokën. Koha është që ti duhet të kesh një kontakt me veten tënde, me njerëzit e familjes, të tërhiqesh me forcën tënde, sepse je gjithmonë në hijen e të tjerëve. Femër qofsh, mashkull qofsh, martuar qofsh, beqare qofsh. Gjithmonë je në hijen e dikujt tjetër. Por tani ka ardhur momenti që ti duhet të bësh atë çfarë duhet të kishe bërë me kohë. Të sfidosh veten tënde, të shikosh që zemra jote ka shumë gjëra të tjera për të bërë dhe të gjesh forcën për të larguar këtë hijen dhe këtë zemërimin që ke prej vitesh. Disa nga ju këtë zemërim e kanë që në adoleshencën e tyre. Shikoj që ndonjëherë thua që jeta ime ka ikur mbrapsht, jeta ime nuk ecën ashtu siç duhet, por tani ka ardhur momenti të luftosh deri në fund të muajit për të mbyllur ciklet e panevojshme dhe të provosh që ti ke vlera në jetën tënde dhe ti jesh vetvetja. Letra e zgjidhjes që na tregon duhet të zgjidhni. Keni 3 opsione. Duhet të zgjidhni. Duhet të manifestoni sepse disa gjëra në jetën tuaj kanë pasur pasoja dhe këto pasoja nuk kanë qenë të mira. Shikoj që i ke zvaritur, sepse kemi gjarë, prindet gjarë, prish zvaritës, gjithmonë zvaritet. Keni zvaritje në çdo problem që mund të kesh. Për shtëpi, për dashurinë, për ekonominë, për materialin, për çdo gjë. Duhet i peshoni opsionet tuaja. Duhet të ofroni një shpërblim dhe ky shpërblim mos ketë pasoja të tjera. Duhet të zgjedhësh me mençuri sa je në kohë për gjërat që ti kërkon dhe të jesh përgjegjës për gjërat dhe për zgjedhjet e tua. Duhet të ndërgjegjësohesh më shumë për veten tënde, sepse gjithçka që ke mësuar apo ke përjetuar ka lindur nga zgjedhja që ti ke bërë. Por në emrin tuaj këtë moment, këto zgjedhje që ke bërë janë ndikuar në jetën tënde nga persona të tjerë. Do me thënë, ju keni pasur persona të tretë, sepse keni 3 dyer këtu, jeni nga persona të tretë jeni ndikuar vazhdimisht dhe në vend të zgjedhësh diçka për veten tënde, ti ke zgjedhur gjëra të tjera. Por ja që edhe qiriu këtu, po ta shikoni, keni 3 qirinj sonte. 3 flak të forta, që ti duhet të ushtrosh mbi këtë energjinë që kemi këtu aktualisht dhe të lejosh atë që është për ty. Të marrësh atë që është për ty, sepse ti duhet të besosh. Vërtet kemi opsione në jetë.
por ti duhet lejosh dhe të mos të ngatrojë kjo situatë, sepse nga një anë ke mjegullën, nga ana tjetër duhet të zgjedhësh në cilën port do futesh, por jo të zvaritesh kaq shumë. Okej? Këtu po flas për të katërta energjitë. Shenja e tokës, shenja e ajrit, shenja e zjarit dhe shenja e ujit. Tani, për të gjithë ju që më dëgjoni këtë live, ti beson se ke shumë opsione dhe lejon veten tënde të ngatrohesh vazhdimisht nga gjërat, por mjegulla ka një aftësi që ti mos shikosh se çfarë zgjedhje do bësh. Kjo është një zgjedhje tjetër e jotja tani që duhet të jesh e lirë në zgjedhjen tënde, ose të lejosh personin që ti ke besim. Të lejosh një person që ti ke besim që të t'jap një këshill dhe një zgjedhje të saktë. Ju mund të zgjidhni si të veproni ose ta shtyni këtë problem për momentin. Por duhet të më falni, nuk duhet të tregoni ignorant. Pse po e them këtë gjë? Sepse gjithmonë të njëjtin problem keni me vite këtë problem dhe nuk mund t'i jepësh dot zgjidhje. Nuk duhet të veprosh apo ta shtysh këtë gjë, ta injorosh këtë gjë. Ti je gjithmonë duke injoruar këtë. Prandaj të kërkohet ndihmë nga një person tjetër. Nuk duhet të tregoni ignorancën ndaj problemit tuaj, se mbas e thash keq pak më parë. Nuk duhet të tregoni ignorant ndaj problemit tuaj. Duhet të jeni të mençur, të keni një uri për mbi problemin, të pyesni disa persona më të mëdhenj ose disa persona që janë më të lexuar nga ju për gjërat, sepse këtu unë shikoj që ka bekime në jetën tuaj, ka gjëra për të zgjedhur në jetën tuaj, ka rezultate të mira në jetën tuaj, por duhet jeni të plotësisht të vetëdijshëm në atë gjë që duhet të bëni. Zemra ime, ti je e bekuar, ti ke vullnet, ti je një person që ke luftuar për gjërat e tua për një kohë të gjatë. Por këto zgjedhje që ti ke bërë më përpara nuk të janë pranuar dhe ty kjo zgjedhje të ka vrarë. Tani je duke zgjedhur diçka dhe kjo është e disponueshme në jetën tënde. Ditët në vazhdim ose muajt në vazhdim, ti do kesh ndonjëherë opsion të dytë. Dhe kjo është pozitive për ty. Nëse deri dje në çdo problem që mund të kishe vetëm një drejtim, një rrugë tim. Jo, tani ke dy rrugë. Duhet të zgjedhësh atë që është më e mira për ty. Dhe mos bësh zgjedhje të shkurtra. Ti bie shkurt, bam bam. Jo, më mirë zgjate, shikoj rrugët ku do të shpihen, përqendrohu. Pavarësisht se ndonjëherë ty s'të pëlqen përqendrimi, sepse ke shumë gjëra në kokën tënde dhe janë të papëlqyeshme këto gjëra. Por ki parasysh, zvarritja ose mos veprimi jot mund të sjellë ose mund të rezultojë që dikush tjetër në jetën tënde mund të bëjë zgjidhje për ty dhe të krijojë një të ardhme që është më pak e mirë në atë që ti kërkon. Prandaj, unë do të them, bë kujdes, sepse po marr një letër të fundit. The Child, pse po e treq këtë letër, sepse nuk më pëlqeu shumë letra aty. E ke lënë jetën tënde në duart të tjerëve, të vendosin të tjerët për ty, më vjen shumë keq. Por me The Child më tregon që ti duhet të bësh një fillim të ri. Të mbash mend moshën që nga mosha X mosh, po themi. Sepse në këtë moshë je pafajshme, je një fëmijë i bukur, imagjinoni veten tuaj si na vishnin gjyshet tona më përpara. Që në këtë moshë të mendosh që jeta ka qenë plot shpresë, ke pasur potencial, ke pasur varësi nga lodrat e tua, nga nëna jote, nga jeta ka qenë shumë e bukur, ka pasur atë magjinë e vet, diellin e ke pasur mbrapa, zogjti ke pasur energjitë e tua, por dikush në jetën tënde ka qenë ose më saktë ti ke bërë një rilindje për të kënaqur veten tënde, sepse ke pasur shumë dyshime ose ke shumë dyshime në jetën tënde dhe këto dyshime i ke lënë më njanë. Do të thosha besoni në magji? Sepse kjo vajza këtu beson magji. Kjo fëmija e bukur që kërkon një fillim të ri, duke parë potencialin, rrugën, është duke shëruar plagët e saj emocionale që i kanë lënduar apo psikologjike. Kjo nuk ka lozur me fëmijët e tjerë.
kjo nuk e ka njohur ndonjëherë suksesin e saj. Sepse kjo është kënaqur me ato sukseset e momentit. Kjo fëmija që këtu tani, që qëndron në majtë të këtij gurit, qëndron e sigurt, qëndron e gëzuar, qëndron si ai fëmija i pafajshëm, kështu keni qenë dhe ju. Por për te kësaj, ti je shpirti jot më sakt, është kaq sa kjo fëmija që kërkon të përballoj disa gjëra dhe të largoj dëmtimet që i kanë shkaktuar të tjerët. E kaluara zemra ime dhe ka dashur të ishe një fëmijë llastuar, një fëmijë që dëshiron lumturinë, dëshiron të ketë atë dhomën e fëmijës ose atë botën që ti ke kërkuar gjithmonë të kesh, por kjo botë ka ngjallur gjëra që ne kemi besuar tek të tjerët ose na ka dhënë besimin më shumë të besojmë tek të tjerët. Ke qenë një fëmijë i pastër, një fëmijë që me zemër të bardhë, bujare, por këtë fëmijën disa persona nuk e kanë lënë të rritet. Ja kanë rëmbyer lumturinë ose i kanë rëmbyer atë buzëqeshjen, do të thosha, që ka pasur ky fëmijë dhe është rritur me ndjenjën e bllokimit që nuk duhet të kesh këtë, s'do kesh këtë, dhe është rritur me atë dhimbjen dhe me atë frikën që ti duhet të jetosh kështu siç themi ne. Por me këtë letër, unë do të thosha që ti duhet të vazhdosh jetën tënde aty ku e ke lënë. Ndonjëherë është një këshill kjo. Ndonjëherë nuk mund të blejmë gjëra vetëm për fëmijët. Mund të blejmë një kukull, mund të blejmë një arush, mund t'ja bëjmë dhuratë vetes. Sepse edhe ajo pjesë, ai është realiteti që mund të kënaqë ty, mund të t'jap lumturi ty, mund të të jap ty ose të largoj një bllokim që ke të brendshëm. Mendojeni këtë gjë sepse është diçka që vlen shumë. Okej? Vlen shumë kjo gjë. Vazhdojmë me energjitë tuaja. Ja ku jeni duke u menduar pse s'po na ecin gjërat, pse gjërat kanë ngecur deri këtu. Shikoj që je një femër duke u mbushur me ankth këto kohë, me shqetësime, dhe kjo shkaktohet sepse shqetësimet e tua të brendshme janë shumë të mëdha. Shikoj që kjo letër na ka ardhur për t'i dhënë një drejtim të drejtë jetës tonë dhe t'i tregojmë jetës tonë që gjërat do të ndryshojnë dhe do t'i japim jetës tonë një fund. Ju jeni duke përjetuar për një kohë të gjatë stres, je ulur në dritare dhe pret që ky stres të largohet, por në të vërtetë ky stres është duke u shtuar. Ndoshta është një situatë që ti e gjen shumë veten dhe mendon në shumicën e kohës. Megjithatë, unë do të thosha që duhet të vëreni ose më saktë të shikoni skenarin e çdo situate. Shikoj njerë jashtë dritares. Do t'u tregoj në netarua një këshill këtu. Kam pas një gocë që ka qenë një mikja ime, i kishte ndodhur diçka dhe rinte në balkon. Jeton në Tiranë zonja. Dhe më thoshte që dua të vras veten. Përse po e tregoj këtë që nuk duhet të mendoni kur negativisht. Duhet të mendoni gjithmonë që keni një zemër, keni një shpirt, keni besim në veten tuaj, pavarësisht se ti e mban këtë shqetësim fort. E mban dhe nuk po të ngroh, po të bën më të akullt, më të gurtë. Ti nuk e lejon këtë shqetësim që të ka ndodhur. Në netarua do t'ua thot dhe juve, siç ja thash asaj zonjës atë ditë, ose mund t'ua kenë thënë dhe ju, nuk e di. Çfarë do që t'ju ndodhë në jetën tuaj. Apo çfarë do të shqetësim që të keni në jetë, më dëgjoni në netaron, sidomos ju që jetoni në Shqipëri, Itali apo Greqi që keni qiell të hapur, i shikoni ato yjet, bëni një lutje. Jepjani shqetësimet tuaja universit. Foli me universin për çdo lloj shqetësim, sepse mendja është një kokër gruri, i themi neve, sado që ta ngarkosh me problemet e tua, ato probleme nuk ikin nga ty dhe ashtu ti nuk ke për të zgjidhur, duke i thënë vetes tënde do t'i jap fund këtë moment, do plas çdo gjë dhe do iki. Jo. Ti duhet t'i japësh vetes tënde kuraje në çdo lloj problemi që mund të jesh. Pse? Sepse ti shqetësohesh kot. Çdo problem ka zgjidhje.
çdo problem ka një çelës që ti duhet ta kërkosh në veten tënde dhe të japësh fund dhe të lehtësosh veten tënde. Çdo makt apo çdo energji që mund të kesh, ti duhet të japësh zgjidhje dhe të marrësh atë që kërkon nga jeta. Pse? Sepse ti duhet të vazhdosh të ecësh përpara, ti thuash vetes tënde që e kam lënë frikën, e kam lënë çdo gjë mbrapa dhe nuk duhet të jem më ajo femra afrikanace, sepse shumica nga ju kështu mendojnë që janë afrikanace me nënataro, nuk e kaloj dot këtë gjë, nuk e kaloj dot atë gjë, por ti dëshiron të lëvizësh dhe je duke lëvizur, duke marrë ato bagazhet e tua dhe je duke lëvizur dhe të shikoj këtu që ti aktualisht, pavarësisht se ke bërë një udhëtim, se këtu tregon një udhëtim për një kohë të gjatë që mund të sinjalizoj 2 vjet, 3 vjet, por ti dëshiron të lëvizësh dhe thjesht kërkon të largohesh nga gjërat e vjetra, të largohesh nga gjërat që ke lënë pas. Ke lënë pas dhe kjo letër më tregon që çdo gjë mund të ketë vonesa, po këto vonesat mund të anullojnë një moment. Shikoj që diçka po të pengon dhe ke ndaluar këtu. Por ndoshta janë linjat e komunikimit me personin që ti nuk po flet, sepse këtu lidhet parashikim, tani erdhën parashikimi mbi energjitë tuaj në lidhje me personin që keni në jetën tuaj. Këtu shikoj që disa nga ju nuk kanë komunikim me atë person dhe komunikimi juaj po kryqëzohet. Disa nga ju do keni një telefonat, po mos e lejo të ndryshoj me njëherë gjërat që ju shqetësojnë, sepse e vërteti je duke pritur atë person për një kohë të gjatë, je rifokusuar me energjitë e tij, por duhet të bësh një distancim nga ai, okay? Pse? Sepse kanë ndryshuar gjërat. Pavarësisht se ti ke nevojë ta përqafosh, pavarësisht se ti ke nevojë ti marrësh atë aromën, por mos haro se ti gjithmonë ke krijuar aventura në mendjen tënde me atë person. Dhe këto aventurat e reja që ke për të bërë, sepse është një aventurë e re këtu, shikoj dhe e tham dhe pak më lart dhe me asin e monedhë kupës e thash që kemi një njohje, kemi një distancim nga gjërat e tjera, por ti duhet të gjesh vendodhjen e jetës tënde, ku je aktualisht, ku qëndron ti aktualisht. Dhe ti qëndron aktualisht në një vend që tregon pak si e mbyllur, të shikoj që kjo letër po na paralajmëron, deri në datën 25 që kemi hënën e re, deri në datën 25, duhet të bëni kujdes nga personat që do keni rikthim. Duhet të bëni kujdes sepse ata persona do t'ju mashtrojnë, ata persona që ndodhen në jetën tuaj dhe fshihen, janë frikanac, fshihen pas kësaj perde së kuqe këtu dhe fshihen për të mbuluar atë fytyrën, sepse këta janë persona që merren me njerëz të tjerë, po merren dhe me ju ndërkohë dhe janë persona që e kanë profesion dy fytyrshin. Okay? Dy fytyrshat mund të jenë në një lidhje ose në një çështje, mund të jenë të martuar ose keni parasysh, por ky person futet edhe në jetën tënde personale dhe ti duhet të kesh kujdes sepse ky person është një person, siç e thash, dy fytyrsh dhe hap thashë theme, merret me thashë theme. Por nga ana tjetër bën sikur të respekton. Ti duhet të jesh e vetëdijshme me këtë letër. Deri në datën 25 duhet të bëni kujdes ju që keni biznese, sepse këta persona që fshihen dhe manipulojnë shumë bukur. Ti duhet të jesh e vetëdijshme dhe të shikosh se çfarë do të ndodhë në jetën tënde tani tutje. Ky mashkull që është mbrapa perdes mban një çantë në dorë që ka diçka të vlefshme, por ka kujdes aq shumë se mos i vjedhin lekët. Ke parasysh ti mund të jesh e lidhur me një mashkull dhe ai ka frikë se ti je një femër materialist ose një mashkull materialist, se po i mban fort në duar këto gjëra. Ky në emrin tënd pi ujë, je një femër e mirë, je një femër që nuk i bën këtij person stres, por nga ana tjetër është një person që e mendon veten e tij se kur është një stres tjetër. Por me sa shikojmë këtu, shikojmë që ky vërtet është një mashkull që mashtron, është një mashkull që të gënjen, e ka të lindur. Nuk e di pse kjo energji këtu, por e shikoj që ti aktualisht dhe universi po të tregon që ti ke përvoja këtë moment në jetën tënde dhe duhet të bësh kujdes nga këta persona që mbulojnë në kokën e tyre. Okej, duhet të bësh kujdes nga këta persona që mbulojnë kokën e tyre. Me letrën e koropisë,
Shikojmë që kjo letër po na sjell që diçka po presim, po na ha veshi. Më falni, por shikoj që me këtë letër disave u plotësohet një dëshirë. Disave po plotësohet një dëshirë nga ana ekonomike ose nga ana shpirtërore, do keni bekime të mëdha me sa shikoj këtu dhe po përmbushet një dhuratë ose një dëshirë ose diçka. Shikoj që universi mund të hyjë në çdo shtëpi këtë moment dhe t'u jap juve atë që ju kërkoni. Shikoj, kjo është një burim financiar, shikoj që është po të përmbushet një dëshirë nga ana e financës, nga puna, nga biznesi, por edhe nga dashuria, sepse është një ëngjëll që më tregon këtë moment ka diçka universi të fshehur për ty. Diçka që është shumë e rëndësishme dhe ti ke mbjell diçka të bukur, ke mbjell diçka që pret shpërblim, pret farat të japin atë energjinë e tyre, të japin atë që ti të arrish ta korrësh këtë që ke. Domethënë të gjitha këto janë të tua, është puna jote dhe duhet të ta korrësh me kujdes sepse ka shumë rëndësi kjo që të them. Bëhu gati sepse një festë e madhe vjen, mund të jetë një ditëlindje, mund të jetë një gëzim familjar, por shpirti jot është duke duar trokitur në të gjitha përpjekjet që ti ke bërë deri më sot. Disa nga ju e shikoj që do e kenë këtë shumë shpejt dhe janë bërë gati për të marrë këto gëzime. Kemi gruan që mendon, dhe kjo është 47 vjet. Ose numri 47, ose për 47 ditë. Në fakt, si parashikim, unë e kam dhe në 25, dhe në fund të këtij muaji, po 25 kemi që mund të manifestoni për çfarë të doni ju, sepse është hëna e re në gafore dhe manifestimi në këtë gjë mund të manifestohet për dashurinë. Dhe kjo femër mban një libër që është lodhur shumë, por ka dhe disa shkalla akoma dhe është e gatshme të udhëheqë këtë rrugë. Kjo grua është një grua që mund të jetë një shoqja jote, mund të jetë një njeri që të ndihmon shumë, që të jep krah ty, dhe kjo letër më tregon që ti po i shtyp ndjenjat e tua dhe kjo femër është mësuese për ty, është këshilltare për ty. Dhe kjo femër të tregon një drejtim të ri në jetën tënde. Kjo letër na tregon një interes të ri në dashuri. Shikoj që kjo femër, pavarësisht është e zhytur në mendimet e saj, është e vetëdijshme dhe është e ndërgjegjshme se çfarë është duke menduar për gjërat që po i vinë. Kjo femër na tregon që përfaqëson një anë të tuaj nga ana shpirtërore, por nëse po lulzon diçka në jetë, ai shpirti jot. Ti tani duhet ta lësh zërin tënd të brendshëm të flas dhe shkëlqe sepse ti meriton shumë më shumë. Ke marrë valizhe në dyja këto letrat, shikoj që këtu zonja ka marrë librat e jetës, sepse është shumë e zgjuar, është shumë njeri që jep këshilla, është një femër që kërkon të transformojë jetën tënde dhe kemi numrin 47. Tani, se jam dhe unë numri 47, s'kam çfarë u bëj. Edhe unë 47-ën kam në kuris. E thash edhe këtë. Por vazhdojmë me parashikimin më poshtë, vazhdojmë zemrat e mia. Ju duhet besoni në jetën tuaj dhe duhet mësoni se ç'është besimi. Ju mund të keni çfarë do njeri që të doni, çfarë do mashkull që të doni. Ju e besoni këtë, por duhet të jesh pozitive me veten tënde dhe qëndro kështu siç je në këtë letër, lëri minjanë mendimet negative, pesimizmet, sepse këto të sjellin një perspektivë të ngrohtë shpirtërore. Je duke të rrequr dhe Zoti ato do të sjellë. Çfarë je duke të rrequr? Atë që ti mendon këtë moment. Çfarë do të presësh? Atë që ke menduar. Çfarë do marrësh? Ajo është e jotja. Nëse ti po mendon atë që unë po mendoj këtë moment, e ke të merituar. Atëherë, unë do mendoj që ti të tërheqësh lumturinë
nëse bie nga ky mendim, je në dyshime sepse nuk beson kur në vetë vlerësimin ndaj vetes tënde. Nuk e beson kur atë që ti mund të arrish. Por, përvojat tona duhet të përputhen me besimin. Beson në veten tënde dhe në ëndrat e tua, sepse ëndrat e tua janë shumë të dashura. Letra e dytë gjithmonë më tregon jo. Nuk e di çfarë ke menduar tani. Unë do të thosha që s'duhet të ikë besimi. Siç e kam thënë dhe pak më parë, pavarësisht se mund të kesh një përgjigje negative, okay? Pavarësisht se mund të kesh një përgjigje negative, ka diçka në jetën tënde që ti nuk e mbush dot veten me frymë, je duke u lutur vazhdimisht ëngjëve të tu, përse kjo mundësi nuk më ka ardhur ashtu siç duat, po ja ku të vjen mundësia. Mundësia është rritja jote, zgjerimi jot, je duke u mbushur me frymë, okay? Je duke u mbushur me frymë, sepse shiko këtu ku je, është një shans që po të jepet, është një veprim që ti duhet të kishe bërë më përpara këtë gjë, sepse më saktë duhet kishe njohuri që në çdo gjë ka dhe plus dhe minus. Tani duhet ta shfaqësh mundësinë tënde në punët e tua, në karrierën tënde, nuk e di çfarë ku punoni, por shikoj që ti këtë moment duhet të disa nga ju do të ndryshojnë shtëpi, do të ndryshojnë shtëpi apo do blejnë në shtëpi. Ose jeni duke sepse këtu thamë që jemi duke menduar çfarë do sjellim me këtë anë të re. Disa nga ju kanë menduar që të rikthehet personi në fjalë. Cila do qoftë kjo dëshira tënde, ëngjëjt do të sillin atë që ti ke kërkuar dhe do të hapi një derë mundësish që do të hapet me njerë kjo mundësi. Pavarësisht se ndonjëherë nuk na pëlqejnë një gjërat ashtu siç vinë dhe kjo letër na tregon që s'ka më gjasa, s'ka më situata, por në të cilën ne kemi pyetur. Shikoj që keni shumë imagjinata dhe mund të gjesh një version tjetër të ngjarjes që do të ndodhë. Me sa shoh këtu, shikoj që ti je duke pyetur veten tënde për të mirat e tua, e shikoj veten tënde që ke arritur atje ku ke dëshiruar gjithmonë dhe vendose fokusin dhe në mundësi të tjera. Ke alternativa të reja, sorry që janë disa fjalë që unë nuk i them dot, i kam pasur që fëmijë këtë gjë. Duhet t'i japni syt ndaj mundësive të reja dhe do të bëni një ndryshim, doni apo s'doni juve. Kjo hëna që iku, kjo hënë e plot, u dha një rezultat shumë pozitiv. Përjetoj rezultatin dhe ngriu dhe bëj plane të reja për veten dhe për jetën tënde. Dhe letra e fundit për ditën e sotme, shikoj që kemi romancën, o zot, kushdo gëzoj dashuri të re. E nisëm, më besoni që nën e karua, kur jetë letrat, vetëm kur kthehet në një letra kështu e shikoj. Por kur bie kështu e marr dhe vë aty sipas radhës. Po më besoni, kemi njohje të reja. Kemi marrëdhënie të rëndësishme që janë gati të hyjnë në jetën tuaj. Shikoj që është një romancë që ti mezi e ke pritur. Shikoj që tani ke një partner në jetën tënde, një partner që, kjo marrëdhënie do ketë ulje, ngritje, do thuash ti ç'dua unë me këtë. Ky s'më meriton mua. Po ja që kjo marrëdhënie nuk duhet ose këto mendime nuk duhet ta pengojnë në këtë marrëdhënie, sepse ti ashtu je duke shkundur besimin tënd. Ki besim tek dashuria, se po vjen në jetën tënde dhe kjo dashuri do vi për të qëndruar, do vi të jetë aty me ty. Nëse pyetja jote për këtë marrëdhënie aktuale që mund të prisni, që palët tu afrohen më shumë në jetën tuaj, mosmarrveshjet e të shkuarës duhet të zbehen, duhet të mbyllen, se besimi është ai që të rrit dashurinë. Të gjitha marrëdhëniet kanë maja dhe lugina, por kjo letër na tregon që do kemi një lëvizje lart e poshtë, por ka një nivel të ri, ka një përkushtim, ka një intimitet, ka një përfshirje që mund të kemi një fejes në të dyja letrat, një fejes ose një dasë. Përkushtojini jetës tuaj, sepse çdo gjë fillon duke besuar në veten tënde. Me sa shikoj unë mendova që ky parashikim do ishte është më saktë deri në fund të muajit. Por
ky parashikim do zgjasi më shumë. Më shumë do zgjasi. Disa gjëra nuk janë dhe aq të mira, se na erdhi kjo femra këtu, por edhe një përgjigje që na erdhi negative, ti bëjmë këto të dyja, por të tjerat ne i kemi pozitive. Keni kujdes dy fytyrëshat. Okej, keni kujdes, i keni shumë afër, mund t'i keni në punë, mund t'i keni në familje, mund t'i keni në jetën tuaj, nuk e di, apo në shoqërinë tuaj. Por gjithsesi, gjëja më e bukur e di kush ishte? Këto të dyja. Fati po vjen në jetën tuaj duke të sjell lumturi. Opa, iku. Kjo është ajo që ne duam. Okej? Ju përqafon në Netarua dhe ju uron gjithë të mirat.